Kjo hapësirë e përzierje private dhe publike në qendër të Kumanovës është ndërruar në një deponi plekrash dhe materialesh inerte. Qytetarët pa dashur të flasin para kamerës thonë se vjen era e keqe sa herë që kalojnë në shtetitore dhe se sheshi i qytetit duket i shëmtuar. Në mes të Kumanovës gjendet kjo rënoj, këto gërmadha tani shumë vite dhe për shkak të kontesteve pronësore juridike nuk ka zgjidhje dhe komuna kërkon që nga privatët e cilët pretendon se i kanë uzurpuar këto hapësira përmes procesit gjyqësor të bëhet shpronësimi i tokave dhe në bazë të planit detaj urbanistik të ndërtohen disa godina të komunës dhe të zhvillohen kapacitetet e tyre, por akoma nuk ka zgjidhje dhe qytetarët kërkojnë që ky problem të rregullohet. As gjysmë ore pasi televizioni 21 alarmoi në institucionet lokale për këtë problematik, intervenuan shërbimet komunale për pastrim. Kamera jon filmoi intervenimin e mbledhjes së mbeturinave, ndonse qiramarrësit e dyqaneve përreth thanë se këto janë prej muajsh të hedhura aty. Ne e pyetëm edhe kryetarin e komunës së Kumanovës për këtë çështje. Maksim Dimitrevski tha se disa nga pronat janë legalizuar nga privatet e cilët janë paditur në gjykat për shkelje të procedurave, ndërsa për pjesën publike të dhënë me koncesion kontratat u skadojnë vitin tjetër. To je privatna semena kuća, to je povoljen broj na privatni semeni kući, del od njih za žal po populistički zakon za legalizacija se legalizirani, ostanatio delevo собственост на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор и општината веќе 8 година води постапка да го стави под владение тоа земјиште кое што за жал е узурпирано и дадено со незаконски договор под владение на приватна фирма која што се занимава со паркинг услуги и верувам дека до следната година ќе успееме да го вратиме тоа земјиште под свое владение, а дополнително општината која ќе има средства да ги обештети собствениците. Por edhe mbeturinat e hequra nuk ishin të mjaftueshme për pastruar atë hapësirë. Madje erdhi edhe një ekip tjetër për ngarkimin e materialeve inerte nga pjesët e rënuara të asaj godine të vjetër. Qytetarët shpesh shprehen të shqetësuar gjatë kalimit në trotuar, pasi që thonë se ekziston rreziku i shkembjes së atyre gërmadhave dhe rrezikim të jetës së qytetarëve.